Nuaim ibn Mesudi. Nuaim ibn Mesudi është ai i cili e kuptoi se lufta është strategji. Nuaim ibn Mesudi ishte një djalosh i zgjuar, i mençur dhe i zhdërvjellt. Nuk e ndalte kurfar pengese dhe as kurfar vështirësie. Ishte shembull tipik i beduinit të shkretëtirës, me të gjitha tiparet e inteligjencës, pjekurisë, mendjen pretësisë dhe largpamësisë. Tipare këto që ja kishte dhuruar Allahu. Krahas kësaj, ishte i dhënë pas kënaqësive dhe dëfrimeve, të cilat më së shumti i gjente në shoqëritë të çifutëve të Jethribit, Medinës. Sa herë dëshironte të dëgjonte ndonjë këngëtare apo veshë i tij të dëgjonte ndonjë zotërrall, shalonte kalin dhe nisej nga vendlindja e tij, Nexdi, për në Jethrib, ku me gjithë dëshirë u jepte shpërblim çifutëve të Jethribit, e në anën tjetër ata edhe më me dëshirë i ofronin Nuaimit kënaqësinë e kërkuar. Pasi vizitat e Nuaimit në Jethrib ishin të shpeshta, edhe lidhja e tij me çifutët ishte e fortë, e posaçërisht me fisin Benu Kurejda, kur Allahu e fisnikëroi njerëzimin me dërgimin e të dërguarit të tij, me udhëzim dhe fe të vërtet dhe rrethinën e Mekës, e shndriti me dritën e Islamit, Nuaimi ende nuk e frenonte veten. Fenë e re refuzoi me një vrazhdësi të paparë nga frika se ajo do t'jetë pengesa mes tij dhe kënaqësive të tij. Nuk vonoi dhe u gjendë në radhët e armiqve më të përbetuar të Islamit, plot mllef e pezm, dhe ishte prej atyre që nuk nguruan ta vringëllojnë shpatën kundër Islamit dhe muslimanëve. Mirpo, Nuaimi i hapi vetes një faqe të re në historinë e thirrjes islame, ditën e betejës së Hendekut. Në këtë faqe, ai shkroi me shkronja të arta tregimin më mahnitës të strategjisë së luftrave, tregim të cilin historia ende e përmend me një admirim të madh, me të gjitha aktet, e posaçërisht strategjinë e kryeheroit të saj të mençur e të zhdërvjellt. Për të ndalur tek tregimi i Nuaim ibn Mesudit, patjetër duhet kthehesh pak prapa. Në prag të betejës së Hendekut, disa nga prisjet e çifutëve të fisit Benu Nadir zbritën në Jethrib dhe filluan bisedimet sekrete për grupimin e sa më shumë grupacioneve për ta luftuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe për ta shkatëruar fenë e tij një herë për gjithmonë. Madje shkuan edhe në Mekë për t'i nxitur Kurejshët në luftë kundër muslimanëve, duke u premtuar se do të bashkohen atyre kur të arrinë në Medinë dhe për këtë dhënë garanci të mëdha se nuk do ta shkelnin premtimin. Pastaj i lanë ata dhe u nisën tek Gatafanët në Nejd, duke i nxitur edhe ata në luftë kundër Islamit dhe të dërguarit Allahut. I ftuan që ta çrrënjosin këtë fe të re nga faqja e dheut dhe u treguan atyre për marrëveshjen që kishin lidhur me Kurejshitët. Edhe Gatafanëve ju premtuan si kundër Kurejshitëve se do ta mbajnë premtimin për marrëveshjen e lidhur me ta. Kurejshitët, i madh, i vogël, kalorës dhe këmbësor, dolën nga Meka nën komandën e liderit të tyre, Ebu Sufjan bin Harbit, dhe u nisën për në Medinë. Po ashtu edhe Gatafanët nga Nexdi dolën që të gjithë nën komandën e Ujejne bin Hisën el Gatafanit. Në balë të burrave të Gatafanit ishte edhe heroi i tregimit tonë, Nuaim ibn Mesudi. Kur të dërguarit të Allahut i arriti lajmi për daljen e tyre, i tuboi shokët e tij dhe u këshillua me ta se çka duhet të ndërmarrin. U pajtua me vendimin e tyre për hapjen e Hendekut rreth Medinës, me qëllim që ta mbrojnë nga kjo ushtri e madhe kundër të cilës nuk kishin forcë të mjaftueshme për t'i përballuar. Hendeku sadopak do të ishte një mburoj kundër kësaj ushtrie të madhe të armikut. Ende pa arritur tek Odrinat e Medinës, dy ushtritë nisura nga Meka dhe Nexdi, liderët çifut të Beni Nadirit shkuan te liderët e Beni Kurejdas, të cilët banonin në Medinë dhe filluan t'i nxisin që të hyjnë në luftë kundër të dërguarit Allahut dhe të bashkangjiten dy ushtrive të mëdha që po vinin nga Meka dhe Nexdi. Liderët e Beni Kurejdasve u thanë: "Na ftuat në atë që dëshirojmë dhe lakmojmë, por ju e dini se ne me Muhamedin kemi marrëveshje që në rast të rreziku të ndihmohemi dhe të mbrohemi mes vete dhe që të mund të jetojmë në Medinë të sigurt e të qetë. Ju e dini mirë se ngjyra me të cilën është shkruar marrëveshja jonë ende nuk është tharë. Ne friksohemi se nëse Muhamedi fiton në këtë luftë, do të na ndëshkojë me një dënim të hatashëm dhe do të na dëbojë nga Medina për gjithmonë për shkak të tradhtisë tonë ndaj tij." Por liderët e Benu Nadirit filluan t'i nxisin edhe më shumë në shkeljen e marrëveshjes, duke u hijeshuar tradhtinë ndaj Muhamedit alayhis salam. I siguronin se padyshim kësaj radhe, pati i keq do ta përcjell atë.
Bindjen e fortë të tyre mbështetnin në ardhjen e dy ushtrive të mëdha. Nuk bënoi shumë dhe çifutët e Beni Kureidhas lëshuan pe dhe shkelën marrëveshjen e tyre me Muhamedin alayhis salam. E grisën shkresën që kishin nënshkruar me të. Dhe e shpallën bashkangjitjen e tyre ushtrive që po vinin të luftonin kundër tij. Ky lajm i jehoi si bubullimat e muslimanët. Ushtrit aleate rrethuan Medinën dhe banorëve të saj u ndërprend furnizimin me ushqim dhe të mirat e tjera. I dërguari alayhis salam mendjeu se u gjend ndërmjet nofullave të armikut. Kurejshët dhe katafanët ishin përballë muslimanëve jashtë Medinës, ndërsa Benu Kureidha gjendeshin prapa muslimanëve brenda në Medinë, në çdo rast të gatshëm për sulm. Pastaj hipokritët dhe ata me zemrat e luhatura në besim zbulonin fshehtësitë e shpirtrave të tyre dhe thonin: Muhamedi na premtoi se do të zotëronin thesaret e Kisrasë dhe Cezarit. E ja, sot askush prej nesh nuk është i sigurt që të shkojë as deri në nevojtore. Shumë prej tyre filluan të ndahen grupe nga i dërguari Allahut alayhis salam, me arsyetimin se po friksohen për gratë, fëmijët dhe shtëpitë e tyre nga sulmi i mundshëm i Benu Kureidhës kur të filloi lufta. Me të dërguarin e Allahut mbetën vetëm disa qindra besimtarë të sinqertë. Në një natë prej netëve të rrethimit, i cili zgjati afër 20 ditë, i dërguari i Allahut ju drejtua krijuesit të tij dhe filloi t'i lutet atij nga thellësia e shpirtit duke thënë: O Zoti im, prej teje kërkoj shpëtimin e premtuar. O Zoti im, prej teje kërkoj shpëtimin e premtuar. Atë natë, Nuaim ibn Mesudi rrotulloi andej në shtratin e tij, por kot, gjumi që moti ishte tretur nga sytë e tij. Thuaj se ishin gozhduar kapakët e syve dhe nuk mund t'i mbylleshin për të fjetur. E kishte drejtuar shikimin e tij të mpret tek yjet në hapësirën e qiellit të kthjellët. U kredi tëri në mendime. Kur befas ju duk se ndërgjegja e shpirtit të tij po pyet dhe po i thot: Mirë për ty, o Nuaim, ç'të solli ty prej atij vendi të largët të Nexhdit për ta luftuar këtë njeri dhe ata që janë me të. Ti nuk je duke luftuar kundër tij për ta fituar ndonjë të drejtë të cunguar, apo për ta mbrojtur moralin e përdhosur familjar, por ke ardhur ta luftosh atë pa ndonjë arsye. Ai ka hije një njeriu të mençur siç je ti të luftojë të vras, apo edhe të vritet pa ndonjë arsye. Mirë për ty o Nuaim. Çka të shtyu ta ngresh shpatën tënde në fytyrën e këtij njeriu të devotshëm, i cili urdhëron pasuesit e tij në drejtësi, mirësi dhe në respektin e të afërmve. Që është ajo që të shtyn ta futësh shtizën tënde në gjakun e shokëve të tij, të cilët e pasuan udhëzimin dhe të vërtetën me të cilën ai erdhi. Ky dialog i ashpër ndërmjet Nuaimit dhe ndërgjegjes së tij nuk përfundoi ndryshe, përveç se me vendim të prerë të ngrihet nga shtrati në atë moment dhe të shkojë tek pejgamberi alayhis salam. Në hijen e natës, Nuaimi u përvodh nga kampi i popullit të vet dhe shkoi me nxitim tek i dërguari i Allahut. Kur i dërguari i Allahut e pa para vetes, u çuditë dhe tha: Nuaim ibn Mesudi? O, i dërguari i Allahut, ja ktheu ai. Çka të solli ty në këto kohë? E pyeti prapë Resulullahu. Erdha që të dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se ti je robi i Allahut dhe i dërguari i tij, dhe se ajo me çka ke ardhur është e vërtet, u përgjigj Nuaimi dhe vazhdoi: O i dërguari i Allahut, unë e pranova Islamin, mirë po populli im nuk di gjë për këtë, prandaj më urdhëro çfarë të duash. I dërguari i Allahut i tha: Me të vërtet, ti në mesin ton konsiderohesh si njeri i besueshëm. Prandaj shko te populli yt dhe largoj ata prej nesh nëse mundesh, nga se vërtet lufta është strategji. Po, i dërguari i Allahut i tha ai, do të shohësh me sytë e tu atë që do të gëzoj, në dasht Allahu. Nuaimi shkoi me nxitim te Beni Kureidhasit, me të cilët më parë kishte pasur shoqëri të ngushtë dhe u tha: O Beni Kureidha, juve u është e njohur dashuria dhe sinqeriteti im në këshillat ndaj jush. Po, i thanë ata, nuk je i dyshimt tek ne. Kureshët dhe gatafanët në dallim nga ju kanë tjetër pozitë në këtë luftë, u tha ai. Si? Pyetën ata. Këtë vend e keni tuajin, u tha prapa ai. Këtu keni pasurinë, fëmijët dhe gratë tuaja, dhe nuk keni mundësi t'i transferoni në ndonjë vend tjetër. Kurse sa i përket kureshëve dhe gatafanëve, vendi, pasuria, fëmijët dhe gratë e tyre janë në vende të largëta. Erdhën që ta luftojnë Muhamedin dhe kërkuan prej jush që ta shkelni marrëveshjen tuaj me të dhe t'u bashkoheni atyre, gjë që edhe bot. Nëse ata korrin fitore ndaj tij, do të marrin pasurinë e tij.
por nëse nuk korrin sukses, atëherë do të kthehen në vendin e tyre të sigurt, e juve do t'ju lënë në duart e tij që ta merret ashpërsisht. Besoj se jeni të vetëdijshëm se nuk keni fuqi kundër tij kur të mbeteni vetëm me të. Të vërtetën e thua, thanë ata, por çfarë të bëjmë tani? Ai u tha, unë mendoj që të mos luftoni me të derisa të mos merrni disa nga fisnikët e Kurejshve dhe Gatafanëve dhe t'i mbani peng. Me këtë do t'i detyroni që të luftojnë së bashku me ju derisa të triumfonin ndaj tij, ose të shkatrohet edhe njeriu i fundit prej jush e prej tyre. Na sinjalizove dhe na këshillove, ja kthyen ata. Pasi u largua prej tyre dhe shkoi te udhëheqësi i Kurejshve, Ebu Sufjani, dhe atij dhe të tjerëve që ishin me to u tha, o paria Kurejshite, ju e dini dashurinë time ndaj jush dhe armiqsinë time ndaj Muhamedit. Ka marrë vesh diçka, prandaj e pashtu udhës t'ua tregoj edhe juve. Do t'ju lutja që këtë ta mbani të fshehtë dhe të mos e shpallni se unë ju tregova. Ashtu qoftë, thanë ata. Të dini se Beni Kurejta janë penduar për armiqsinë e tyre ndaj Muhamedit dhe i kanë çuar fjalë atij e i kanë thënë: jemi penduar për tradhtinë që kemi bërë ndaj teje dhe kemi vendosur që të kthehemi në atë që jemi marrë vesh më parë. A je i pajtimit që ne ti marrim si peng disa nga Kurejshitët dhe Gatafanët, ti dërzojmë ty, tu a thyesh qafën e pastaj të bashkohemi derisa ti shkatrojmë. A ju ka treguar atyre përgjigje dhe u ka thënë se pajtohem me mendimin tuaj, prandaj Nuaimi i tha Ebu Sufjanit: nëse çifutët kërkojnë prej ju shpengje nga njerëzit tuaj, mos u jepni asnjë njeri. Sa lati mirë që je, u shpërblefsh me të mira, i tha Ebu Sufjani. Më pas Nuaimi doli nga Ebu Sufjani dhe vazhdoi rrugën derisa arriti tek populli i tij, Gatafanët. U foli atyre ashtu siç i foli Ebu Sufjanit dhe u atërhoqi vërejtjen ashtu siç bëri me Kurejshët edhe me Ebu Sufjanin. Ebu Sufjani deshi që të provoi Beni Kurejthasit në lidhje me lajmin dhe e dërgoi të birin e tij tek ata, i cili u tha: baba im ju dërgon për shëndetje dhe ju thot: rrethimi ynë që ja bëm Muhamedit dhe shokëve të tij zgjati bukur shumë, sa që u mërzitëm. Ne kemi vendosur ta luftojmë Muhamedin dhe ta heqim qafe. Baba im më ka dërguar tek ju që t'ju ftoj që nesër ta sulmojmë. Beni Kurejthasit i thanë atij: sot është ditë e shtunë, e ne nuk punojmë asgjë në këtë ditë. Pastaj, ne nuk do të luftojmë me ju përderisa të mos na jepni 70 veta nga fisnikët tuaj dhe nga fisnikët e Gatafanit që të jenë te ne si pengje. Friksohemi se nëse nuk do të keni sukses kundër tij, ju do të nxitoni në vendin tuaj dhe do të na lini të vetmuar me Muhamedin. Ju e dini se ne nuk kemi forcë si kundër vijemi atij. Kur u kthye i biri Ebu Sufjanit tek populli i tij dhe i lajmëroi se çka dëgjoi nga fisi Beni Kurejtha, Kurejshët thanë një zëri: të poshtrit, vërtet janë bij të majmunëve dhe derrave. Për Zotin, nëse do të kërkonin si peng vetëm një dele, nuk do t'ua jepnim. Nuaimi arriti që me këtë strategji të rrallë t'i shpartalloi radhët e alatëve dhe t'i përçaj dhe t'i bëj pikë 5. Në anën tjetër, Allahu lëshoi kundër Kurejshve dhe alatëve të tyre një stuhi të tmerrshme, e cila u arrënoi tendat, u arrotulloi plaçkat, u ashoi zjarret dhe u ambushi sytet e fytyrat me pluhur. Ata nuk gjetën rrugdalje tjetër përveç ikjes dhe që të gjithë u larguan në errësirën e natës. Dhe nesërën, kur u zgjuan muslimanët dhe panë se armiqtë e Allahut ua kishin mbathur këmbë, filluan të marrin tek bire e ta madhërojnë Allahun e plotfuqishëm. I falendëruar qoftë Allahu, i cili e shpëtoi robën e tij, e lartësoi ushtrinë e tij dhe mposhti ushtritë armike. Prej asaj dite, Nuaimi ibn Mesudi u bë njeri i besueshëm tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i besoi shumë punë të mëdha, e obligoi me përgjegjësi të ndryshme dhe i besoi mbartjen e flamujve gjatë luftrave. Ditën e çlirimit të Mekës, Ebu Sufjani u ndal dhe derisa sodiste ushtrinë çlirimtare muslimane, shikimi u ndal tek një njeri që mbante flamurin e Gatafanit dhe i pyeti ata që ishin me të: kush është ky? Nuaim bin Mesudi, i thanë ata: sa keq ne e pat punuar ditën e Hendekut. Për Zotin, ishte armiku më i përbetuar i Muhamedit, e ja tani, duke mbartur me duart e tij flamurin e fisit të vet, dhe na lufton neve nën flamurin e tij. O fshani thellë, Ebu Sufjani.